إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje ndihmëzim kërkojmë salavatet selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, vullën e pejgamberisë, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet. Deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawman la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, pasuri pozitive vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdo me ligjëratën e radhës nga seria ligjëratave Al-Minhaj min Mirath an-Nubuwa, udhëzime nga trashëgimia profetike apo udhëzime jetike nga trashëgimia profetike. Tema që do të trajtojmë sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala është dabtul afhami ala mi'yar al-wahy, harmonizimi i kuptimeve mbi kriterin e shpalljes. Wa tashihu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li maqayis an-nadhr, dhe korrigjimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i këtyre kritereve. Wa ana min asbab ad-dalala, dhe prej shkaqeve të devijimit është raddul haq, refuzimi të vërtetës bima ayir nadhr al-khati'a, për shkak të arsytimeve të gabuara. Vëllezër të nderuar, njeriu është krijesë e pajisur me dy burime të njohjes: shpalljen, që është udhëzimi hynor, dhe arsyen, që është dritë e vendosur në brendësinë e njeriut. Kur këto dy burime ecën në harmoni, lind udhëzimi dhe drejtësia, dhe kur njëra ndahet nga tjetra, pra arsyeja largohet nga shpallja, lind devijimi dhe konfuzioni. Historia e njerëzimit na tregon se shumë popull dhe individ kanë devijuar dhe rrëshitur nga rruga e drejtë dhe nga e vërteta, jo për shkak se nuk kanë pas dije, por për shkak të arsytimeve të gabuara, përpjekjeve për ta matur shpalljen me logjikën e kufizuar njerëzore, ose për ta refuzuar të vërtetën që nuk përputhej me dëshirat dhe egot e tyre. Pra, vetëm duke e vendosur shpalljen si udhëheqëse të arsyes dhe arsyen mi vendos në shërbim të shpalljes, njeriu arrin të ecë në rrugën, pra dhe të qëndrojë në rrugën e drejtë, larg çdo gracke të devijimit. Pra, shpallja është drita që udhëzon njeriun, ndërsa arsyeja është syri që e sheh këtë dritë. Momentin që është drita, por syri është i mbyllur, nuk ka pra efikasitet, dhe e kundërta. Nëse syri është, mirë po drita nuk është, po ashtu nuk ka efikasitet. Pra, duhet patjetër me qenë edhe drita edhe syri. Nëse njeriu niset me shku në një rrugë, dhe sado që e ka synin e mpreht, nëse nuk ka dritë, nuk mundet ma arrit tek ajo rrugë, pra ku është nisë, sepse nuk mjafton syri, edhe po ashtu nuk mjafton vetëm drita. Formimi i kritereve që njerëzit i bajnë zakonisht si shkak i rrethit, historisë, identitetit, kulturës dhe kështu me radhë, si shkak i këtynve elementeve formon njeriu dhe kriteret të cilën i pranon apo i refuzon gjërat. Sot jo një numër i vogël e kriteret i formojnë edhe mbi opinionet mediatike, modat ideologjike dhe valët e mendimit publik. Sepse shef që deri dje ka mundësi diçka ka qenë turp. Sot ajo është krenari. Pra, kjo kallëzon se kriteri i të llogariturit diçka vlerë ose antivlerë është ndërtu larg shpalljes. Pra, deri dje, në mesin ton,
siç njihet LGBT-ja dhe kështu me radhë, ka qenë turp dhe marrë. Sot pra organizohen ditë të caktuara, ditë të krenarisë. Pra ajo që dje ishte turp, sot bëhet krenari. Ajo që dje ishte mëkat, sot bëhet liri e të shprehurit, liri e të veprimit dhe kështu me radhë. Kjo të nderuar vëllezër dhe motra është pse kriteret që të llogarisim një vepër të mirë apo të keqe, vlerë apo antivlerë, thjesht është larg shpalljes. Momentin që kriteret pra ndërtohen larg hynores, larg dritës së shpalljes, pastaj njeriu pra vjen edhe me çuditëra dhe ndryshojnë gjërat. Pra vlerat bëhen antivlera, turpi bëhet krenari dhe kështu me radhë. Po t'i kishim ndërtu kriteret mbi shpallje, kishim pas të njëjtën status dhe të njëjtën qëndrim, sepse shpallja është nga Allahu subhanahu wa taala dhe nuk ndryshon. Mu për këtë, të nderuar vëllezër dhe motra, një prej arsyeve kryesore që Allahu subhanahu wa taala dërgoi pejgamber është që të përmirësojnë kriteret e njerëzve. Pra, njerëzit i kishin disa kritere, disa standarde, qofshin ato si grup apo si shoqëri, dhe ato pastaj i gjykojshin pejgambert mbi ato kritere dhe mbi ato standarde. Dhe Allahu subhanahu wa taala dërgoi pejgamber që t'i përmirësojnë këto standarde dhe këto kritere. Mu për këtë, ai njeri që do me ndryshu në shoqëri, gjana e parë që duhet me fillu është që me përmirësu kriteret dhe standardet që i kanë ndërtu ajo shoqëri për mi vlerësu gjërat. Thot Allahu subhanahu wa taala për një prej popujve, qalu an nu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Ata thanë vallë, a do të besojmë ne ty, ndërkohë që ty po të pasojnë me të ultit. Pra ato e kanë bërë që mi pasu një pejgamber, duhet mi pasu elita e shoqërisë. Momentin që nuk e pason elita e shoqërisë, ne nuk pason ty. Pra kanë vu një kriter që me të pasu ty, duhet me të pasu njerëz më të fortë. Derisa nuk pasojnë njerëz më të fortë, na nuk të pason ty. Pra njeriu e ndërton një kriter dhe mbi atë kriter pastaj i ndërton edhe gjëra tjera. Mu për këtë është me rëndësi kriteri dhe standardi që e ndërton një njeri, është që me qenë i bazuar dhe i mbështetur në shpallje. Pra, dhe me vlerësu diçka, dhe me vendos diçka dhe kështu me radhë, me një kriter të caktuar, thjesht ajet, hadith, fjalës sahabëve dhe kështu me radhë. Momentin që vetëm e ndërton një kriter, një standard, si ta marrë mendje se është më mirë, larg dritës, sado që ta kesh synin e preft, pra nuk mjafton për me arrit në rrugë, pra në fund të rrugës, derisa nuk ekziston drita. Nëse marrim rastin e Shuaibit, qalu ya Shuaibu, ma nafqahu kathira mimma taqul. Populli Shuaibit, çka i tha o Shuaib, ne nuk të kuptojmë shumë nga ato, çka i thu, mimma taqul, pra logjika jon nuk na i percepton, mimma taqul wa inna lanaraka fina dhaifa, dhe ne të konsiderojmë të dobët midis nesh. Pra nuk meriton që të pasohesh sepse je i dobët. Edhe disa gjëra që vjen ti me ato, nuk i kap logjika jon. Pra kanë vu standard dhe kriter që mi pranu Shuaibin si pejgamber, pra me qenë i fort, pra me pas pozit, apo edhe me arme disa gjëra që logjika atyre e mangët ti perceptoj. Ka dhe shumë ajete, mirë po ne do t'i përmendim disa nga ato. Qalu anna yakunu lahu mulku alejna wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al mal. Po ashtu, një prej popujve mes Talutit dhe Xhalutit dhe kështu me radhë, thot pse ai me qenë mbi ne, kur ne thot jemi më meritor të udhëheqjem. Anna yakunu lahu al mulku alejna. Pse ai me pas udhëheqjen mbi ne, ndërsa ne jemi më meritor që të kemi këtë udhëheqje. Wa lam yu'ta sa'atan min al mal, dhe nuk ish dhanë pasuri. Pra kanë pas kriter se që t'jetë mbi ne dhe të udhëheq me ne, të jetë i pasur. Momentin që s'ka qenë i pasur, ka qenë kriter, apo ishte kriter të kata që mas ta pasojnë. Po ashtu të nderuar vëllezër dhe motra, edhe një ajet pra që ka të bëjë me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, kur Allah i përshkruan çka kërkuan ato, çfarë kriteresh kishin ato që ta besojnë dhe ta pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra gjithë këto janë, si thash, rëndësia që ka ndërtimi i kritereve dhe mbi shpallje.
Thot, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a. Ato je besimtarë, çka i than pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk do të besom ty o Muhammed derisa të bësh që të shpërthej nga toka yanbu'a, një gur pra uji. Au takuna laka jannatan min nakhil, apo të kesh xhenet, au takuna laka jannatun min nakhilin, po të kesh pra një kopsht me palma, wa aynab, nga poshtu nga rushi, fatufajjiru al-anhar khilalaha tafjira, dhe të në të rrjedhin lumej, au tusqita as-samaa kama za'amt, apo derisa të bësh qiellin të bjerë copa mbi ne, au ta'ti billah, apo të shfaqet Allahu wal malaikatu qabila, apo të shfaqet Allahu dhe engjëjt para nesh. Pra, ato për me pasu pejgamberin apo mi besu pejgamberit se është i vërtet, i kërkun këto kushte. Pra, dhe arsye pse devijun këto, është se kritere që i ndërtun që ta pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ishin larg shpalljes. Mu për këtë nderuar vëllezër, nëse lexojmë ajetet e Kuranit dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do t'i përmendem disa këtu, e shohim se shumë Allahu subhanahu wa taala tregon se diçka është më mirë se diçka. Pra, nëse në një mes përhapet se një jo musliman, nëse duket në formën e jashtme i mirë me disa vepra, dikush mundet mu mashtru dhe me thanë se ky është më i mirë se muslimani. Mundet dikush me pas një lloj standardi dhe një kriteri që se i bën disa vepra është më i mirë, pa marrë parasysh çfarë besimi ka. Për atë Allahu subhanahu wa taala që ta përmirësoj këtë kriter dhe këtë standard, çka thot? Wala abdu mu'minun khairu min mushrikin walau a'jabakum. Një rob besimtar është më i mirë se sa një jo besimtar, walau a'jabakum. Edhe nëse jo besimtari thot ju pëlqen, ju duket disa vepra të mira dhe kështu me radhë, ky është më i mirë. Pse? Ulaika yad'una ila an-nar, ata thrasin në zjarr. Wallahu yad'u ila al-janna, dorsa Allahu thret në xhennet wal maghfiratu bi idhni, dhe në falje me lejen e tij. Pra, asesi muslimani nuk duhet shkak i disa cilësive apo ndonjë vepre të besimtarit që nëse e ban, nuk duhet, nëse pra një vepër jo të mirë dhe kështu me radhë, nuk duhet me zbrit një dispozit se pra jo besimtari është më i mirë se sa besimtari. Sepse kufrin dhe ofendimin që e ban jo besimtari për Allahun subhanahu wa taala e mbun dhe e tejkalon çdo të keqe çka mundet me bë një besimtar. Po ashtu Allah subhanahu wa taala me përmirësu, po ashtu një kriter që ishte në një mes në kohë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka tha, kul ma indallahi khairu min al-lahwi wa min at-tijarati wallahu khairur raziqin. Thuaj, ajo që është tek Allahu është më e mirë se sa argëtimi dhe tregtia, Allahu është furnizuesi më i mirë. Shkaku i zbritjes së këtij ajet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke majt hutben, dhe kur erdhi një karavan me ushqim hyri në Medinë, disa e lanë hutben e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe u nisën drejt karavanit që ishte duke hyrë në Medinë. Çka tha Allahu? Wa idha raw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'iman. Kul ma indallahi khairu min al-lahwi wa min at-tijari law kanu ya'lamun. Wallahu khairur raziqin. Thuaj, pra, sahi që ato shohin ndonjë tregti ose loj, shkojnë tek ta dhe të lojnë ty në këmbë. Thuaj, ajo që është tek Allahu është më e mirë. Pra, kriter që duhet sot në jetën tonë ta zbërthejmë, nëse kërkon nga një njeri apo thret që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, thot që nuk kam kohë, puna është obligim dhe kështu me radhë. Askush nuk thot që nuk duhet me punu dhe askush nuk thot që mos të punosh. Mirë po, nëse kërkohet nga ti 5 minuta ti ndash që ta adhurosh Allahun subhanahu wa taala, Allahu thot, pra që kjo është më e mirë se sa kjo që përmendon ti se është më e mirë. Pra tek shumë njerëz është kriter dhe standard se duhet me punu dhe puna është parsore dhe puna është primare. Momentin pra që ka kohë, e adhuron Allahun subhanahu wa taala, e fal një vakt, 2 vakte, nëse thu, a ki fal jo se s'pata kohë, isha në punë. Pra kriter është se puna është ma primare se sa adhurimi. Allahu subhanahu wa taala me këtë ajet do me na tregu se
puna është me rëndësi, mirë po, ajo pra adhurimi Allahut subhanahu wa taala dhe ajo që është tek Allahu dhe kështu me radhë është me rëndësi. Pra, këtu vjen ajo se ai njeri që ndërton kriterin mbi shpallje del me domos, del me rezultatin se adhurimi është më i mirë. Ai që e ndërton kriterin mbi logjik, larg shpalljes dhe kështu me radhë, patjetër do të vinë me një rezultat, pra se puna është më e mirë se sa adhurimi. Pra këto janë disa ajete, dhe shohim shumë ajete në Kur'an kur lexojmë se Allahu subhanahu wa taala don me përmirësu kriteret e njerëzve të cilët i kanë ndërtu gabimisht. Dhe tregon se kjo është më mirë se sa kjo, kjo është më mirë se sa kjo, pra i kanë dërguar pejgamber për mi përmirësu këto kritere. Po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë në mesin e sahabëve e shtronte si pyetje dhe kështu me radhë kur e shifte se sahabët kishin ndërtu ndonjë kriter gabimisht apo ndonjë keq kuptim dhe kështu me radhë. Për shembull kemi rastin e Omer ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu, i cili thot dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Hyra një herë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dakhaltu ala rasulillahi wa huwa ala hasir. Dhe ai ishte në një hasër, pra kad athara fi janbihi. Kjo hasra ishte i shtrim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kjo hasra kishte lënë gjurmë, shenja tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Febekejtu dhe qava. Fekale ma yubkika ya ibn al-Khattab. Kur e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Omerin duke qa, tha çfarë të ban të bëri të qash o ibn al-Khattab, djali i Khattabit. Fakulti ya nabi Allah, thash o i dërguari i Allahut. Kisra wa Qaisar fima hum fihi min ad-dunya. Kisra pra mbreti pra i Persis, persianëve dhe i romakëve, bizantinëve dhe kështu me radhë, thot në atë në të cilin janë dhe ato janë në kufër. Ti pejgamberi Allahut je në këtë gjendje. Fi hadha al-hal faqal pejgamberi sa tu dash me rregullu kriterin e Omerit radhiyallahu dhe standardin që e kishte ndërtu Omeri radhiyallahu, i tha ama tarda an takuna lahum ad-dunya, a nuk don që ti për ta të jetë dunjaja, walana al-akhira dhe për ne akhireti, fakultu bela ja Rasulullah, thash po o i dërguari e Allahut. Pra, fillimisht nga ky hadith e kuptojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillim të jetës së tij bile deri në vonë është ballafaqu me krizë, mund ta quajmë ushqimet apo ekonomike. Pra, tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk jemi ngi me hurma derisa është liru Khajberi. Khajberi është liru në vitin e 7. Pra deri në 3-4 vite pa vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ne thot nuk jemi ngi me hurma. Pra kjo kallzon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe si pejgamber edhe në Mekë edhe derisa ka shkuar në Medinë ka kaluar nëpër faza pra që ka pa, domethënë nuk ka ngi me hurma. I thot a nuk je i kënaqur. Pra kjo do më tregu se ka mundësi që një njeri edhe me qenë besimtar i mirë po mas me pas jetën pra mas me pas atë luksin dhe atë komoditetin që e ka një jo besimtar. Kjo është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do më ja bë të qartë Omerit radhiyallahu dhe çdo kujt pra që vjen pas se ka mundësi një njeri me qenë edhe besimtar, mirë po me qenë edhe mos provu, me qenë edhe mas me pas dunjan në një pra në atë nivel që e ka jo besimtari dhe kështu me radhë. Pra ka mundësi dhe me ja bë normale se ka mundësi edhe pejgamber mirë po edhe me fjet në hasër, që kjo hasër me shkaktu shenja në trup, dhe me thanë, pra standardi se që se je besimtar, do është pa tjetër mi pas luksin pra në nivelin më të lartë, nuk ka shkusht, këtë gjatë dëshmi me ja tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Omerit radhiyallahu anhu. Mu për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith gjithë e kemi ndëgju, e dunja sijnul mu'min wa jannatul kafir. Thot dunjaja është pra sijnul mu'min, burg për besimtarin dhe xhennet për jo besimtarin. Mendoj se ky hadith të nderuar vëllezër dhe motra, kush e kupton si duhet, shumë gjëra në jetë i lehtësohen. Pra të jetuarit si besimtar.
Si? Pra kush e pranon një realitet? Si të më thonë, çka kuptohet maj? Si tipar kryesori të burgosurit nuk është dënimi. Se njeriu e merr atë vendimin final, gjykimin dhe shkon në burg. Edhe nuk dënohet. Pra rrin aty, mirë po, si tipar dhe si cilësi kryesore të burgosurit është pra që është lirin e ka të kufizuar. Pra momentin që besimtari e kupton se në këtë botë dëshirat i ka të kufizuara, e kupton se pra momentin që e kupton këtë gjë se jeshtë i kufizuar në këtë botë, ti lehtësohet të jetoj si besimtar. Pra si i burgosuni, është e burgosur dhe thot nuk muj me dal. Pa tash momentin që ti e kupton këtë gjë se i burgosur nuk të lejohet me dal, atëherën e pranon një gjë të tillë dhe pra je i kënaqur, momentin që ti je i kënaqur me gjendjen tënde si i burgosur dhe kupton se ti nuk mundesh me dal prej murive të cilët i ke në burg, kjo ty pra ta jep një lloj rahatie dhe një lloj qetësie. Pra nuk thu jam i kufizuar, më nuk mund me dal, se i burgosur nuk mundesh me dal. Kështu është edhe besimtari. Momentin që besimtari e kupton se lëvizjet i ka të kufizuara, ka disa obligime që duhet mi kry, ka disa ndalesa që duhet me ju largu dhe kështu me radhë. Momentin që e kupton një gjatë të tillë, atëherën të nderuar vëllezër dhe motra, pra i lehtësohet shumë jeta në këtë botë kur ballafaqohet me sfida dhe me probleme. Pse unë mas mi bë këtë? Pse unë mi kry këtë? Pse unë kështu me radhë? Do thënë je thjesht ti je i kufizuar mrena disa kufive që Allahu subhanahu wa taala t'i ka vendosur. Momentin që e kupton dhe jeton mrena aty me kufive dhe pra e kupton një gjatë të tillë nga mbrencia jote, thjesht ti pra të lehtësohet gjendja dhe çdo gjë tjetër në të cilën je. Pra siç thash, si ai u burgosuri. Momentin që e kupton se unë kam një këtë kufi dhe nuk mund me dal, mi te kalu këto mure, thjesht qetësohet, e pranon një realitet të tillë dhe vazhdon e kalon pjesën që i ka mbet në atë. Kështu edhe besimtari. Momentin që e kupton se i ka dëshirat, lëvizjet, kështu me radhë, i ka të kufizuara, kjo e bën që të jetoj i qetë dhe thjesht pastaj nuk e bën pra pse mi bëu në këtë, pse mos ta veproj në këtë dhe kështu me radhë. Thjesht ente abdun ma'mur. Ti je një rob i urdhëruar, pra siç thot kur e shpjegon këtë hadith Imam Nawawi u thot ma'nahu anna kullu mu'minun masjun mamnuun fi dunya min shahawat al-muharrama wal makruha. Kuptimi i saj është që çdo besimtar është si i burgosur në këtë botë i ndaluar nga kënaqësitë e ndaluara, jo nga kënaqësitë e lejuara dhe të papëlqyeshme, si dhe i obliguar të kryej adhurime që shpesh ndoshta në pikpamjen e tij janë të vështira, thot mirë po thot mukallafun bi fi'l al-ta'at fa idha mata istarah. Kur vdes ai thot çlirohet nga këto obligime dhe kalon në atë që Allahu është i lartësuar ka përgatitur për të përgatitë e përhershme. Pra, ndërsa jo besimtari, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot është kjo dunja është xhenet. Nuk e ka për qëllim këtu me domus është xhenet në aspektin e luksit, sepse ka dhe jo besimtar, të cilët nuk e kanë luksin në këtë botë dhe jetojnë ndoshta më keq se sa shumë besimtar, por e ka për qëllim është xhenet në aspektin e kufizimit të lëvizjes. Pra nuk është i kufizuar. Dëshira, epshi janë ato që e lëvizin e bajnë këtë person të lëviz, pra nuk ka obligime. Ka mundësi, pra ka obligime, mirë po obligime që e bën vetes. Pra zgjohet në ora 5, mirë po zgjohet shkak se ja ka bë vetit obligim, mu zgju me shku në punë me kry një obligim dhe jo se mu zgju me fal sabahun. Pra, thjesht është xhenet jo besimtarit kjo botë në aspektin se është i lirë ndaj kufizimeve dhe dëshira, epshi dhe janë ato që e udhëheqin dhe thjesht ky është pra ka ta dërgojnë dëshirat dhe epshi, ky person thot vazhdon. Për një atë Allah thot inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannat. Allahu thot i fut ato të cilët thot kanë bë vepra të mira, të cilët kanë besuar dhe bë vepra të mira, xhenatin tajri min tahtiha al-anhar. Xhenete në të cilët në të rrjedhin lumej, walladhina kafaru. Pra kjo është apo jenta, ndërsa ato të cilët kanë besuar thot, ato të cilët kanë mohuar kafaru, yatamatta'un.
kënaqen në këtë botë. Në aspektin është xhenet kënaqen sepse janë të liruar nga obligimet, nga ndalesat, nuk kanë kufi në këtë botë. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, pra hajnë ashtu siç hajnë kafshët. Pra wan naru mathwa lahum, dhe zjarri thot është vend pra shpërblim për ta. Pra si kafshët. Pra na falni, pra si kafsha nuk ka kufi. Kështu thot Allah subhanahu wa taala, thot kështu janë edhe jo besimtarë që s'kajnë kufi. Janë dëshirat dhe epshet ato që të cilët e dirigjojnë lëvizjet e këtij personi. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo është sa i përket pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me këto hadithe na tregoi për rëndësinë e ndërtimit të kritereve të përgjithshme për vlerësimin e gjërave. Ndërsa një hadith tjetër kur na tregon për kriter të veçantë se si thot llogaritet njeriu trim, dhe me ja tregu sahabëve. Dhe i thot lejse shedidu bisura, thot nuk është trim ai i cili thot është i fortë në përleshje, inna me shedidu ledhi jemlik nafsehu indel ghadab, por i fortë është ai që zotëron veten në zemrim. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith dhe mi tregu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka mundësi ju e keq kuptoni dhe e keni ndërtu një kriter gabimisht duke mendu se nëse i fortë është ai i cili është i fortë në aspektin fizik. Jo. Ma i fortë se kjo thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili e man veten në gjatë zemrimit dhe nuk merr vendime të cilët pastaj janë të kushtueshme. Si thojnë dietarët, njeriu kur është nervoz, nuk ish vetja vet, dhe njeriu kur është nervoz, është një njeri brenda tij. Pra njeriu janë dy njerëz kur është njeriu nervoz. Është ajo gjëja brenda që e shtin me marr vendime të pakontrolluara. Dhe shpesh shohim njeriu kërkon falje, pasi e bën një vepër të tillë dhe thot, s'kam qenë vetja ime, kam qenë nervoz dhe kështu me radhë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith dhe me na tregu neve se në momentet kur njeriu është i zemëruar dhe nervoz, atëherë thot, nëse ky arrin me mbizotru nervozën e vet, ky thot është trim. Pra dhe me ja përmirësu sahabëve kriterin të llogariturit se kush është trim, apo standardi i cili është trim. Pra nuk është ai i cili është i fortë në ballafaqim, po ma trim se kjo thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ai i cili e man veten në zemrim, nuk merr vendime që pastaj këto vendime të pendohet dhe të jenë të kushtueshme për të. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith tjetër që tregon për që si duhet njeriu të ndërtoj kriteret për vlerësimin e njerëzve. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ruba ash'athin akbar madfu'un bil abwab law aqsama lillahi la abar. Thot ka shumë prej njerëzve thot që të cilët janë të shpërfillur nga njerëzit. Ash'athin akbar, të pluhrosur, madfu'un bil abwab. Njerëz nuk e bajnë mall. Law aqsama lillahi la abar. Nëse ky person betohet në Allahun, Allahu i përgjigjet lutjes së tij. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith do më na thonë që ka mundësi që një person mund të jetë i varfër. Pamja jashtme mos të jetë diçka. Statusi shoqëror i tij mos të jetë ku me di çka, mirë po thot ky person nëse i betohet Allahut, Allahu subhanahu wa taala i përgjigjet lutjes së tij. Pra do mi tregu shokëve të vet se ka mundësi për ja të kaloj një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thon dhe i pyeti shokët e vet, të gjithë të nderuar vëllezër, këto hadithe, këto ajete e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Allah i pron në Kur'an dhe kështu me radhë, i pron për rëndësinë që mi ndërtu kriteret njeriu sipas shpalljes dhe sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Momentin që njeriu ndërton kriteret sipas shpalljes, pra sipas Kur'anit dhe sunetit, atëherë çdo gjykim është i drejtë, siç thash në fillim pra. Është gjykimi dhe lind udhëzimi pra që se bashkohet mes arsyes edhe shpalljes. Momentin që njeriu i ndërton standardet dhe kriteret larg shpalljes, thash, vjen pastaj me gjëra të gabuara. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu
mi përmirësu tek sahabët një kriter të vlerësimit njerëzve. Kaloi një njeri pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të vet dhe i thanë çfarë thoni për këtë person. Tash ai person kishte status shoqëror më shumë se sa normale, po them kushtimisht. Dhe i thanë çfarë thoni për këtë person? Ka thënë herriun in khataba an yunka. Është njeri i denj, nëse e kërkon dorën e dikujt, ti jepet. Dhe me thënë nëse ndërmjetëson, ti pranohet ndërmjetësimi dhe kështu me radhë. Pra njeri që me status shoqëror i lartë. Kaloi edhe një tjetër pranë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gjithë këto gjëra të nderuar vëllezër, pejgamberi don, siç thash, mi tregu sahabëve se nëse i keni kriteret e gabuara në vlerësim, adin duhet mi përmirësu. Çfarë thoni për personin tjetër? Ky person herri, nëse ky e kërkon një dorë, nuk i jepet dora asaj vajze. Nëse ky kërkon me ndërmjetësu, nuk i pranon ndërmjetësimi dhe kështu me radhë. Pra, statusin shoqëror ky person nuk e ka. Pra, ai i pari ishte ma i denj në shoqëri se sa ky i dyti. Me rëndësi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka i thot? Hadha khayru min mil'il ardi mithla hadha. Ky i dyti ishte ma i mirë se sa nëse gjithë bota ishte si se i pari. Pra një person, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë që ka mundësi në shoqëri nuk është i pranuar. Ka mundësi nuk ka ndonjë farë statusi dhe kështu me radhë, por tek Allahu subhanahu wa taala thotë ky është më i mirë se sa ky, jo se vetë se sa ky, por nëse edhe gjithë bota pra mushen dhe bëhen si ky person. Pra këto dy hadithe të nderuar vëllezër tregojnë se paramenon në mesin e sahabëve ka pas që i kanë pas kriteret ndoshta të ndërtuara gabimisht në vlerësimin e njerëzve. Mu për këtë kemi nevojë që edhe ne si besimtar dhe praktikant të fesë të rishikojmë kriteret të cilët i kemi ndërtu mbi vlerësimin e njerëzve. Pra sot shkak i dominimit të jetës materiale dhe kështu me radhë, ma shumë ndoshta vlerësohet ai që ka pasuri se sa ai që ka dituri. Ndërsa në një mes ku ka dominu Islami dhe kështu me radhë, pozita atij që ka dituri dhe pozita si është llogarit shekull Islam, hoxha Islamit dhe kështu me radhë, ka pas pozitë shumë më të madhe se sa thjesht vetëm njeri që ka pasuri dhe kështu me radhë. Pra të nderuar vëllezër, duhet njeriu me rishiku kriteret të cilët i vendos për vlerësimin e njerëzve. Pra, mos me qenë fama, pozita, pasuria dhe kështu me radhë, me qenë që ti mendoj me atë person dhe me llogarit se ai person vërtet pra ka pozitë ka Allahu subhanahu. Nuk ka shkusht. Nuk ka shkusht që me qenë i varfër me pas pozitë, mirë po si thash ka mundësi që njëri tjetë i varfër dhe tjetë i lanun me dëfuun bil ebab, si thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i larguar dhe i shpërfillur nga njerëzit, mirë po tek Allahu subhanahu wa taala ka aq pozitë, nëse i betohet Allahut subhanahu wa taala, Allahu i përgjigjet lutjes së tij. Dhe do ta përfundoj me një thanje të Abdullah ibn Mesudit që tregon për prej kohë ti kur kanë filluar domethënë problemet që kriteret kanë filluar mu ndërtu gabimisht. E vallë si është sot kur financohet shumë pare, jepet shumë pare dhe kështu me radhë që të ndërtohet kriteret gabim. Sepse si thash të nderuar vëllezër, ndrimi i kritereve të gabuara është shumë më vështirë se sa ndrimi i një informacionit apo i diçka kështu, apo një pasqyrë apo një paraftërimit apo një njohurie. Sepse një njeri e ndërton një kriter thjesht, pastaj ky me këtë kriter i ndërton shumë gjëra, e pranon të vërtetën apo nuk e pranon të vërtetën. Thjesht e ka ndërtuar një kriter që prej filan grupit ose kështu me radhë nuk e pranoj. Me arsye, pa arsye, ka drejt, s'ka drejt, thjesht nuk e marr. Pra, kjo bëhet shkak që ndoshta edhe mos më arrit deri tek e vërteta dhe kështu me radhë. Mu për këtë, në këtë kohë që jepet shumë dhe shkak fal medjave sociale dhe kështu me radhë, financohen dhe kështu me radhë njerëz që ato njerëz një herën të vlerësohen, momentin që ato vlerësohen në një mas, ato japin ato mendime dhe opinionet e veta dhe kështu me radhë, pastaj ato fjalët e tyne bëhen standarde dhe kritere, ndërsa në realitet
ato nuk kanë të bëj asgjë me atë që thotë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mu për këtë nderuar vëllezër duhet shumë mi dhanë rëndësi në këtë kohë të fitnes. Para më thonë, çka është sot kur thot Abdullah ibn Mesudi thot kejfe antum idha labisatkum fitnatun. Si është çështja juaj kur juve do t'ju godes një fitne. Yahramu fiha al-kabir. Në të do të thinjet pra i moshuari, plaku, wa yarbu fiha as-saghir, do të rritet, thot, i riu në të. Wa yattakhidhuha an-nasu sunna. Njerëzit, thot, do ta marrin një X vepër si sunet. Fa idha ghayyirat qalu ghayyirat as-sunna. Kur ajo të ndrohet, të ndryshohet, do të thohet u ndryshu një sunet, u ndryshu një pjesë e fesë. Atëherë i thanë, wa mata dhalika ya Aba Abdurrahman, kur do të ndodh kjo? Idha kathurat qura'ukum, kur do të shtohen lexuesit e juaj, mirë po wa qallat fuqaha'ukum. Do të ulet numri i dietarëve, wa kathurat umara'ukum, do të shtohet numri i udhëhesave, wa qallat umana'ukum, ndërsa numri i njerëzve të besueshëm zvoglohet, wal tumisat ad-dunya bi amal al-akhirah, dhe kur të kërkohet dunjaja me punën e ahiretit. Pra, kjo të nderuar vëllezër është një thanje, një paralajmërim për një kohë kur vlerat e vërteta të fesë zëvendësohen nga formalitete dhe mendësi të gabuara. Është një thirrje për të qenë të vëmendshëm ndaj sprovave dhe për të mbajtur fort dijen e saktë dhe vlerat e drejtësisë. Pra, me fjalë tjera, kriteret ndërtohen gabim. Përçohen tek njerëzit në formë të gabuar. Nëse njeriu don mi ndryshu, je duke ndryshu një pjesë të fesë, dhe kjo ishte pra ndryshimi i kritereve të gabuar dhe ndërtimi i kritereve pra në mënyrë të drejtë ishte mision i pejgamberëve, pra dhe kjo duhet të nderuar vëllezër që njeriu të reflektojë me vetveten e vet dhe të shohë që çdo kriter dhe çdo standard dhe çdo e vlerësim dhe çdo meradh ta ketë të ndërtuar mbi shpallje. Nëse e vlerëson diçka, nëse merr një vendim dhe kështu me radhë, e vun një standard dhe kështu me radhë, thjesht shikoj ky standard, a është ndërtuar në ndonjë ajet, ndonjë hadith, ndonjë kuptimi i dietarëve dhe kështu me radhë, apo thjesht është mendimi joti. Sado që të jesh i aftë, i preft, si thash, me mendime, nuk ishte mjaftueshëm sepse të mungon drita. Syri sado që është i preft, nëse drita mungon, nuk mund të arrish në rrugë. Elusim Allahun subhanahu wa taala me na bën nga ato që vlerësimet, kritere, standardet i ndërtojnë mbi dritën e shpalljes. Këtë Kur'anit dhe Sunetit, aqulu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.